kalojmë te pika e 2, që është diskutimi projekt vendimit për emërimin e drejtorit Büros Kombëtare të Hetimit. Lidhur me çështjen, ne kemi përgatitur një informacion për mënyrën se si janë zhvilluar procedura deri në momentin që ka ardhur në Këshill. Është përndar dje tek anëtarët e Këshillit. Unë po vjoj të lexoj relacion, po, zoti Ska. Pasues të metës, të stërpëcjerën të seansë sot të nalë Këshillit të Popullsisë Shqiptare, pasi është një seansë me interes me në që mjaft darë. Në fakt, nga ana e Popullisë së posaçme është sjellë relacioni dhe vendimi, në shpërndan nga Këshilli Qytetar sot. Punësit administratë të Këshillit të Popullsisë Shqiptare, jemi jo. Faca vitësh nga në juj e sakur që kërë relacion dhe këtë vendim ose rekomandim t'i kalojë një komisioni të në Këshillit të Popullsisë Shqiptare për diskutim dhe për bënë relacion. Dhe pas diskutimit duke parë praktikat e kaluara, pra praktikën e vitit 2020 kërë në gjithë drejtuesi i parë i BKS, është anulluar kjo mbledhje dhe nuk është dalë me një vendim as me një relacion. Tani sot jemi në seansë për diskutuar këtë çështje. Unë mendoj që kryetari i Këshillit të Popullsisë Shqiptare, jo vetëm për interesin tonë, anëtarëve të Këshillit, por për një interes më të madh publik, duhet ta lexojmë nga kërën e parë deri te kërën e fundit komplet vendimin dhe relacionin. Dhe jemi informacion që na shpërndas sot njësë ose më, se informacion është pjesë e relacionit. Prokuria e posaçme, spaku paralel, ka sjellë rekomandimin, relacionin dhe vendimin se si është një praktika. Dhe unë kërkoj nga në juj, sa është për shumë interesa, por në rrallë parë se ty është një interes i dartë publik, një interes të zjeqarë, duhet të lexojmë nga fillimi dhe në fund. Faleminderit. Faleminderit, zoti Staka, komente, diskutime. Kryetari, një propozimi nga një traditë. Mirë dhe vetëm që unë besoj se ka qenë pa interes qoftë në zgjedhjen e drejtuesit të parë, qoftë ky aktual që pritet pra gjithmonë ka pasur domosdoshmëri. Nuk e kthej kryetarin në lexues të raporteve të tjera e informacionit. Kjo unë mendoj të kalojmë ashtu sikur se e bëjmë për çështën e parë, një problem na shpjeguar pak a shumë të flas. Në vetë ka ndodhur zona e parë Po, zonja Eliza. Gjithashtu mendoj si paraforcë që duhet prijot në procedurën e relatimit të çështjes nga ana e Këshillit, në raportit tjetër që ka ardhur në SPAK, është një raport që vjen nga anëtarët e Këshillit. Këshilli ka mbajtur të njëjtën, ka ndjekur të njëjtën procedurë dhe në rastin e mëparshëm, në rastin e zgjedhjes së mëparshme, kjo është një procedurë që kryhet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe ne kemi procedurë të përcaktuar në këtë rast, kështu që mendoj me vijimin ashtu si kundër ju propozuar.